Rikthehemi në orën e dytë të programit Plot me Mikesha të mira. Siç mund ta shihni, është një grup vajzash sot për të diskutuar dhe sigurisht si mund të ishte ndryshe. Edhe pse në fakt do bënte sens të kishim edhe mendimin e kundërt për të na treguar se po ne jemi më mirë. Por le të vazhdojmë një herë me Sonila Qeserakun. Faleminderit, mirë se erdhe. Bleriana Shqopa, faleminderit, mirë se erdhe. Fabiona Pashok, kënaqësi, faleminderit, dhe Eksena Qirici, mirë se erdhe. Është bisedë shumë e këndshme kjo, Akida, bëjmë një prezantim të shpejtë. Mirëmëngjes edhe një herë. Mirëmëngjes Katerina, që është gjithashtu edhe një vajzë shumë intuitive. Po, mendoj se kam kohë që e njoh edhe e vërtetoj, por edhe ka treguar. Unë ndërkohë nuk jam fare, por sot flasim për intuitën femërore, sepse sipas një studimi 77% e vajzave dhe grave vendimet e rëndësishme të jetës së tyre i marrin vetëm me anë të intuitës. Pra nuk shikojnë mbase faktet çfarë është pro, çfarë është kundër, por i besojnë asaj shqisës së tyre të gjashtë. Dhe mua gjithmonë bën përshtypje se si për shembull ti thua unë nuk kam intuit, sepse unë mendoj të lindur me vajzat. Unë mendoj që nuk kam, se mbase është diku aty dhe nuk është eksploruar, nuk e di, do ta tregojnë edhe të ftuarat që kemi sot, por mund edhe mos ta kesh vërejtur me vëmendje. Po megjithatë do ta. Por mbase po ta lidhim pak dhe me shenjat e horoskopit, jam një njeri logjikshëm, një de me këmbë në tokë dhe i besoj më shumë logjikës se sa intuitës. Po kemi edhe të intuitës. I besoj më shumë logjikës se sa intuitës. Po le të analizojmë së bashku me vajzat. Unë po nis me Sonilën. Intuita është femërore në fakt? Intuita bën pjesë të energjia femërore. Intuita është femër, thuhet. Të gjithë kemi intuit, vetëm se mënyrat se si e perceptojmë në intuitën janë të ndryshme. Ndoshta prandaj ti thosh unë nuk e kuptoj mirë, sepse intuita mund të shfaqet në formën e një zëri të brendshëm, që të thotë shko këtu ose zgjidh këtë. Për shembull, unë kur duhet vendosja çfarë të studioja, u mblodh gjithë familja dhe thanë mjeksi, odontjatri. Unë thash shkencat e komunikimit. Zëri i brendshëm më thërriste fort, zgjidha atë dek. Nuk e dija çfarë ishte, por doja me gjithë shpirt që të zgjidhja atë dek dhe tani e falenderoj 100 herë që dëgjova zërin e brendshëm dhe që zgjodha atë dek. Nuk mund mos komunikosh. Komunikimi është baza e gjithçkaje në ditët e sotme. Një gjë tjetër që ne mund ta ndijmë intuitën, si mund ta perceptojmë, mund të jetë nëpërmjet imazheve. Ne mund të shikojmë imazhe, pra intuita mund na flasë nëpërmjet imazheve. Për shembull, një vajzë në një seancë vjen tek mua dhe unë shikoj, ajo vjen për punën dhe unë shikoj një bebe në barkun e saj. Dhe i them, "Je shtatzan?" Ajo thot, "Jo." Shkon bën analizat dhe ishte shtatzan. Pra, intuita nëpërmjet imazhit më tregoi këtë gjë. Intuita mund të na flasë edhe nëpërmjet dëgjimit. Çfarë të thotë intuita për ne? Për shembull, ne mund të dëgjojmë gjëra. Një djalë më tregoi që po ecte rrugës dhe diçka i tha ndal. Ai ndali, një makinë po kalonte me shpejtësi dhe po mos kishte ndalur, mund ta kishte shtypur. Kur ktheu kokën gjithandej, s'kishte asnjëri. Ishte një zë që ati i tha ndal. Pra ne mund të dëgjojmë. Intuita mund të jetë dhe dëgjuese. Por e tregon këtë variant, intuita që është një zë, duket sikur është diçka e tretë më shumë se sa mund të jetë edhe diçka e tretë, por mund të jetë edhe një diçka e zërit të brendshëm, sepse ne kemi një urtësi të brendshme, të mbledhur, kemi urtësinë tonë, kemi urtësinë e paraardhësve tanë që në sistemin tonë, në qelizat tona, në memorjet tona ekziston. Domethënë ne nuk lindim sistemin e një fletë e bardhë, po ne lindim një valixhe me shumë gjëra. Thjesht nuk jemi të vetëdijshëm. Interesante është pyetja që bëri Agida, nëse ti do të shihje përmes intuitës tënde diçka në lidhje me individet. A bën sens kjo, apo intuita është më shumë si një ngacmim për rrethana të caktuara dhe emocioni yt i brendshëm përkthehet më pas në X ndjesi, X shpjegim? Po, intuita është një navigator i brendshëm që neve na udhëzon për çdo gjë, por neve kemi Po, që sheh vetëm gjërat e tua apo edhe të tjerëve? Po, neve kemi disa mjete, ka disa teknika energjetike, që ne mund të bëjmë një skaner energjetik, një radiografi, le të themi, personit, dhe mund të marrim informacione nga fusha e personit. Gjithmonë kjo bëhet me lejen e personit, natyrisht. Pra ka terapi, ku personi vjen me një tematik që mund të jetë lekët, marrëdhëniet, një smundje, dhe ne i bëjmë një radiografi energjetike që të na tregojë kush është shkaku i kësaj, domethënë kush është bllokimi apo pengesa që ky person po përjeton atë që po përjeton. Dhe kur ja themi, personit mund t'i rezonoj apo jo ajo gjë. Në momentin që rezonon, personi mund të lidhet me memorien, me eksperiencën, me traumën e asaj gjëje dhe aty neve arrim të punojmë për atë temë që ai ka ardhur. Do t'i rikthehemi fjalës traumë, vetëm pas pak, po dua të vazhdoj edhe me vajzat. Interesante është se si të tjerët për shembull mund të ndikojnë për një vendim të caktuar,
tonin, dhe duke qenë se ke shumë mendime, ke shumë ide nga të tjerët, ti ndoshta dhe shpërqendrohesh edhe zgjedh të kundërtën. Pikërisht, është ndërhyrja të tjerëve, janë mendimet tona të brendshme, logjika, është ajo që tha Agida që është e logjikshme, por nga ana tjetër, ndonjëherë ne kemi ato pro dhe kundër në një barazpesh, edhe shpesh herë tentojmë të udhëhiqemi nga instikti. Unë personalisht them kam një instinkt të frikshëm dhe ua them gjithmonë njerëzve përpara se të gjendem në ndonjë situatë, dëgjoj se unë kam një intuitë të frikshme dhe nuk mendon se mund të ma hedhësh me këtë gjë në këtë aspekt. Dhe gjithmonë më ka rezultuar se kur i ka marrë vendimet me instinkt ose kur intuita më ka thënë që shiko se kjo gjëja, ky personi nuk është ashtu siç shfaqet, nuk më ka gënjyer her pas here. Më ka ndodhur që për shembull ajo përshtypja e parë ose ajo që më thoshte instinkti ta kem ndryshuar me kalimin e kohës dhe gjithmonë ka ardhur një moment që jam kthyer asaj që intuita më ka thënë që në fillim. Pra shumë interesante se si e gjithë truri ju funksionon dhe sepse lidhet edhe me inteligjencën emocionale, intuita pa tjetër, janë një sër faktorësh që ndikojnë dhe përgjithsisht femrat janë edhe natyra më vëzhguese, dhe duket sikur kanë një informacion jo të krijuar nga diçka specifike, por thjesht nga fakti që vëzhgojnë çdo gjë pavarësisht se duken gjëra të parëndësishme. Ne japim shpjegim ndoshta edhe disa tipareve të caktuara të individit, sjelljes së tij, mund të jetë formë vëzhgimi, mund të jetë formë sigurie, edhe mbrojtjeje. Ndoshta intuita lidhet pak edhe me këtë, me rrezikun, me frikrat, edhe është si një lloj mjeti që ne përdorim për të mbrojtur. Pas gjithë procesi është mekanizmi kryesor i trurit që është për të mbijetuar. Sepse njeriu dëshiron që të mbijetojë çdo lloj rreziku. Dhe pikërisht nëse flasim për intuitën apo për shqisën e gjashtë, parimisht në shkencë nuk ekziston një shqisë e gjashtë. Por shkenca e psikologjisë thekson që njeriu kryen një proces të menduari, në ato që ne shpesh e quajmë intuit, por që duke mos e njohur shpesh njeriu veten se çfarë bën dhe si e bën, kjo duket sikur nuk ka asnjë lloj qëllimi, nuk ka asnjë lloj procesi logjik. Po edhe brenda vetes, intuita është një proces përpunimi për të mbijetuar, pra për të dalluar rrezikun, për të dalluar të mirën nga të keqja, që në fund është që unë të mbijetoj dhe të lëndohem apo të dëmtohem sa më pak. Parimisht edhe në strukturën e trurit nuk është se ka një diferencë ndërmjet mashkullit dhe femrës. Gjinive, po. Ka disa diferencime të vogla, por ato nuk përbëjnë atë lloj ndryshimi që ne kërkojmë ndërmjet një burri apo një gruaje. E rëndësishme është sot neuroshkenca na tregon që më shumë ka diferenca individuale se sa gjinore. Do thotë që çdo tru e ka mundësinë të zhvillohet në gjithë kapacitetin e tij për të dalluar ato çfarë ne themi që jemi dhe parashikuese. Shpesh kjo duket si një aftësi e veçantë, specifike, që parashikon diçka dhe ne mendojmë që kjo gjë duhet kapur sepse kjo na mbron. Por e rëndësishme është të kuptojmë që rritja e vetëdijes ose inteligjenca emocionale që shpesh është shumë e zhvilluar tek femrat, sepse pretendohet që nga shoqëria në shoqëri, femra është dashur ta mbrojë vetveten më shumë se sa një mashkull. Dhe kjo e ka bërë që të zhvillojë në strukturën e trurit të saj disa elemente që ajo të spikasin. Pra ka një aspekt emocional më të zhvilluar. Ka një vërejtje apo një qyrje shumë të mirë të detajeve. Dhe pikërisht, detajet nuk shihen nga të gjithë, sepse njeriu përpiqet të shohë të tërën. Dhe përgjithsisht këto janë elemente që e bëjnë kaq të veçantë intuitën, të cilat spikasin shumë tek një grua, sepse për më tepër ajo bëhet edhe nën. Dhe automatikisht aty zhvillohen edhe më shumë këto aspekte. Por në parim, të dyja gjinit e kanë mundësinë për ta patur intuitën, por forma e të shprehurit është e ndryshme.